Mirë se erdhe në Golden Truth Tarot, uroj që kjo video të gjej sa më mirë. Gëzuar 2026, të uroj shëndet, dashuri, para dhe begati për ty dhe për familjen tënde. Dhe të lutem nëse vjen për herë të parë në kanalin tim dhe nuk je abonuar akoma, kliko tek butoni subscribe, abonohu, më ndihmon vërtet shumë që të vazhdoj të përgatis këto video për ty. Dhe tani do të filloj me parashikimin vjetor për shenjën tënde të gafores. Ky vit do të jetë shumë i mbar, shumë i favorshëm për ty, të paktën 6 muajt e parë të vitit sidomos, sepse ke Jupiterin, planetin e fatit, të bollokut, të zgjerimit, është në shenjën tënde deri në fund të qershorit. Dhe kjo nuk do të ndodhë më për 12 vitet e ardhshme. Prandaj Jupiteri do të sjell dashuri, do të sjell para, do të sjell ëndra të bëra realitet, shumë gjëra pozitive. Dhe në janar fokusin e shikoj tek ana shpirtërore, ana emocionale, të shikoj me zemrën plot, të shikoj me shumë dashuri rreth vetes, në ambiente pune, në ambiente profesionale, ti vet atë që po bën momentalisht dhe që do të vazhdosh që e ke si punë, si profesion, në janar gafore, ti po i jep shumë përkushtim, po i jep shumë dashuri. Dhe kjo energjia jote pozitive transferohet edhe tek kolegët e tu, tek bashkëpunëtorët, tek klientët nëse punon me klient, tek eprorët, dhe njerëzit do të të vlerësojnë, njerëzit do të japin respekt, do të kalojnë atë cakun thjesht në raporte pune, në raporte do të konsiderojnë si një shok ose si një shoqe, si një person të afër dhe vlerësimi që ti do të marrësh, ana ekonomike sigurisht është diçka, të shoh të kënaqur edhe në këtë drejtim, por mbi të gjitha është edhe respekti që ti do të marrësh në punë, vlerësimi, trajtimi i veçantë që do të bëjë të ndihesh shumë mirë, do kesh shumë energji pozitive rreth vetes. Po prap, janari do të jetë i mbar edhe për familjet, qetësi në familje, harmoni, mirëkuptim, nëse ti merresh me punë krijuese, është janari do të jetë një muaj që do të ndihmoj jashtëmasës, sepse shikoj që pjesa e fantazisë, pjesa e kreativitetit tënd do të jetë shumë e lartë, që është mirë për personat që merren me punë artistike, me punë krijuese. Përveç kësaj është edhe një muaj ku fertiliteti do të jetë shumë i lartë, dhe fertiliteti jo vetëm në sensin për gaforen që do të zgjeroj familjen sigurisht, nëse ky është një plan i yt, diçka që ti e do, një shtatzani, por në vija të përgjithshme shikoj që çdo gjë që ti do të prekësh, çdo gjë që ti do të bësh do të shumë fishohet, do të jetë e mbar, do të jetë e begat. Vetëm kujdes me nivelin e energjisë që ti do t'japësh edhe të dedikimit tënd, sepse shikoj që në shkurt të shikoj të lodhur fizikisht, të ngarkuar, me shumë punë, me shumë përgjegjësi, do të ketë situata në shkurt ku do të jesh gati për të hequr dorë nga diçka, për të nuk po ja dal dot më, lodhja është e madhe, është diçka që ka zgjatur për muaj me radhë, nuk e shikoj si një gjë që do ta fillosh në shkurt edhe do mbyllet në shkurt. Kjo është diçka që ti mund ta kesh nisur që në 2025-ën, ke punuar her pas here për ta çuar deri në fund edhe ka mbetur akoma zvar, e bën diçka, prishet një gjë tjetër, del një problem tjetër, e bën një gjë tjetër, thua ok, hajt, jam gati, po e zgjidh më në fund del një gjë tjetër. Është një situatë e tillë dhe mund të t'jap një shembull, mund të jetë një gjë ndryshe, sepse sigurisht ky është një lexim i përgjithshëm, por mund të jetë një situatë për një gafore që për shembull fillon bën një riparim në shtëpi, ke muaj që po mundohesh që ta mbarosh, nuk ke para mjaftueshëm, rregullon diçka, prishet një gjë tjetër, edhe një cikël i tillë. Bëj durim sepse je shumë afër shkurti, pavarësisht se do të të irritojë, do të sjell lodhje.
Gjithashtu më tregon që je shumë afër mbylljes së këtij projekti apo të kësaj gjëje që ti e do me patjetër, prandaj çoje deri në fund. Ky nuk është momenti për të dorëzuar, ky është momenti për të bërë pak pushim, për të marrë veten, për të marrë forcat e tua, po për të rikthyer sërish. Shikoj edhe në raport me persona të tjerë, nga ajo dashuria e madhe e janarit, do të ndodh një gjë që do të shikosh ku ajo ndjeshmëria jote, dashamirësia jote mund të keq përdoret ose njerëzit mund të abuzojnë disi duke të dhënë më shumë punë, duke të kërkuar më shumë. Si ajo shpreha që themi, i jep dikujt gishtin të merr kraun. Kjo është energjia e shkurtit, ku ti do të bësh diçka me dëshirën tënde dhe do të shohësh që mund të jetë një person, mund të jetë disa persona do fillojnë të abuzojnë, do fillojnë të kërkojnë më shumë për te caqeve, pa marrë parasysh që edhe ti je njeri, ke nevojat e tua, ke nevojë për qetësinë tënde, ke nevojë për pushim. E kjo sigurisht do të të mërzis, do të të irritoj. Po bëj durim gafore, bëj durim, kaloje me qetësi situatën, mbi të gjitha është pjesa e tensionit, të shikoj me nervat, të shikoj të acaruar, të shikoj me një padurim në shkurt. Dhe energjia e muajt Mars më tregon që do t'jenë disa gjëra në jetën tënde që janë të përsëritura, që duhet të ndryshojnë, sepse ajo që ti po përpiqesh të krijosh në realitetin tënd është bllokuar për shkak të mënyrës se si ti po i bën gjërat. Dhe do të marrësh disa mesazhe nga universi, do të marrësh disa gjëra që qetësou, ngadalsoje ritmin, jep energjinë tënde vetëm aty ku ti e shikon që të kthehet dhe që është më e mira për ty, mos u përfshi në cikle që së të qojnë asgjë kundi, që fillon edhe mbetesh po në të njëjtat situata. Të gjitha këto gjërave, këto detajeve duhet të japësh vëmendjen e duhur, duhet të japësh rëndësinë e duhur. Nëse ti përpiqesh shumë në Mars, do me patjetër të bësh diçka, edhe nuk ecën, bllokohet, do të thotë që nuk është koha e duhur ose ajo gjë specifike që ti po përpiqesh të manifestosh ose që të realizosh, nuk është për ty, nuk është më e mira për ty, nuk është pjesë e fatit tënd. Prandaj merr kohë, rishikoj planet e tua, idetë e tua, çfarë është më e mira për ty dhe çfarë ti realisht dëshiron për të ardhmen tënde. Do të jetë Marsi një muaj shumë i mirë reflektimi, sepse energjia e universit më tregon një bllokim, më tregon që diçka ka mbetur në vend, nuk po ecën, nuk po bëhet, është përsëritet, je në një lup që kthehet, po fillon nga një pikë e kthehesh po në atë pikë sërish. Prandaj në mënyrë që gjërat të ndryshojnë duhet të dalësh nga ai rreth vicioz, duhet të bësh diçka komplet ndryshe, ta shikosh në një këndvështrim tjetër. Dhe fatmirësisht në muajin prill shikoj një situatë shumë herë më të qetë, një situatë shumë herë më harmonike, edhe ti vetë nuk i ke këto, do mësosh nga muajt e parë të vitit, dhe nuk i ke më këto ekstremet, as të bësh shumë për njerëzit, japësh shumë dashuri, shumë përkushtim, maksimumin nga ana jote, as të shkosh në ekstremin tjetër pastaj, si ekstremi muajt shkurt, ku je nervozohesh, mërzitesh, ke hatërmbetje, thua njerëzit unë bëj, njerëzit e vlerësojnë deri diku, pastaj fillojnë e shfrytëzojnë. As njëra as tjetra, do arrish të gjesh deri në prill, do arrish të gjesh atë të mesmen e artë që funksionon për ty. Dhe si gafore ti ke gjithmonë luhatje, ulje ngritje, sepse udhëhiqesh nga energjia e hënës. Siç është hëna që ndryshon, kemi hënën e re, hënën në gjysmë, hënën e plot, edhe ndjenjat dhe emocionet e tua ndryshojnë. Një nga shenjat që duhet vazhdimisht ta zgjedhësh këtë gjë me veten tënde, ta zgjedhësh
paqen, harmonin, ekuilibrin, balancën, duhet jetë një vendim i vetëdijshëm për ty. Nuk është një gjë që ti mund ta lësh veten varet se si ndjen, se po e lë tek ndjenjat janë më ulje me ngritje. Nëse në mënyrë të vetëdijshme thua jo, sot do përmbahem, do e bëj këtë gjë me nga pak, nuk do jap më shumë se ç'duhet, do e mbaj situatën neutrale, pra duhet jetë një zgjedhje e vetëdijshme kjo e jotja, qoftë në raporte pune, qoftë në raporte me familjen, në dashuri, në gjithë shka, që mos të ndjesh që po bën më shumë e s'po merr aq sa duhet. Po do ta gjesh atë pikën perfekte të ekuilibrit, të balancës, sepse energjia e harmonisë më tregon një periudhë të paqët, më tregon një periudhë ku ti merr kënaqësi, ku thua ok, kam një ekuilibër të mirë mes punës, jetës personale, gjërat po shkojnë ashtu siç duhet. Maj do t'jetë një muaj për ty me energji të furishme, do t'jetë një muaj me impulsivitet, do t'jetë një muaj ku shumë gjëra, sidomos pjesa e komunikimit, çështje që lidhen me dokumenta, çështje që lidhen me çështje emigracioni, shkresa, çështje pune, biznesi, çështje që kanë të bëjnë me anën intelektuale, me shkollimin, korrespondencë ndryshme online, gjithçka që lidhet me pjesën e komunikimit do të lëviz shumë shpejt gjatë muajit maj. Do të kesh mundësi të reja, do të flasësh me persona të ndryshëm, sidomos nëse je në raporte pune apo në raporte bashkëpunimi me dikë që ka energji të fortë, ajri, pra diellin ose shenjën ascendente në binjak, në peshore ose në ujor, nëse rrethohesh me këtë energji, do t'jenë vazhdimisht duke të fokusuar tek ty, duke të kërkuar diçka, duan të punojnë me ty, duan të njohin nëse je single, duan që të dalin në takim me ty dhe mund ta ndjesh këtë vëmendjen e madhe nëse je single, pjesën e komplimentave, fokusit shumë nga data 19 maj, kur Afrodita, planeti i dashurisë, planeti së bukurës, planeti që lidhet edhe me mirëqenien dhe me parat, futet në shenjën tënde, në gafore. Dhe menjëherë kjo energji do të t'jap një shkëlqim, do të t'jap një rizatim. Njerëzit do thonë, wow, dukesh më bukur në këtë kohë, dukesh sikur ke një shkëlqim tjetër, mund të kesh para më shumë në këtë kohë, ti vetë mund të ndihesh më mirë, mund të ndihesh më në formë, komplimentat, vëmendja do të jetë më e lartë, edhe stili, ajo energjia e Afroditës të bën që stili veshjes, shumë gjëra ndryshojnë tek pjesa e imazhit tënd, të jep një zbukurim të menjëhershëm kjo si energji. Ndërkohë, muaji qershor do të jetë një muaj sepse fillon që nga data 1 qershor, Mërkuri, planeti i komunikimit, planeti që lidhet me mënyrën se si ne mendojmë, se si artikulohemi, se si e marrim informacionin, do të futet nga 1 qershori, futet në shenjën tënde, në gafore. Dhe kjo do të bëjë që të kërkosh informacion më shumë, të duash të lexosh më shumë, të duash të mësosh diçka të re. E shikoj si një muaj shumë të mirë qershorin për të bërë kurse, për të marrë pjesë në trajnime, si një muaj shumë të mirë edhe për të kërkuar më shumë në punë, për të pyetur njerëzit si e bën ti këtë gjë, si mund ta realizoj unë, si mund ta bëj unë, si mund të bashkëpunojmë. Dhe nga ana profesionale do të kesh rritje, do të fokusohesh që të jesh më i miri ose më e mira eksperte në punën tënde. Dhe do të bësh analiza, do të shikosh, ok, ku jam unë, ku janë të tjerët, sa fiton ky person, sa fiton ai person, si mund fitoj unë më shumë para, nëse ke biznesin tënd, sigurisht do bësh krahasimin e tregut me persona të tjerë që janë në të njëjtën fushë, në të njëjtin biznes me ty.
Nëse je e punësuar ose i punësuar, atëherë shikoj që do të kërkosh diçka më shumë. Pra, okay, si mund të mësoj diçka të re, si mund të kaloj në një departament ku mund të fitoj më shumë para, edhe mund të kem një titull më të mirë, ose mundet të marr eksperiencë, të fitoj eksperiencë pune më shumë. Shfrytëzoje këtë energjinë e Mërkurit sepse të jep një inteligjencë të lartë dhe do të futet nga një qershori dhe do të jetë deri në fillim të gushtit në shenjën tënde. Prandaj përgjatë gjithë verës, gafore, ti do të kesh një inteligjencë, fokus të jashtëzakonshëm, të ndihmon shumë me memorien, të ndihmon shumë për të bërë shumë punë njëkohësisht, të jep një shkaftësi, të jep një padurim, të jep edhe këtë pjesën e sikletit që mund të kesh për të folur me njerëz të ndryshëm, do Mërkuri të bën që pjesa e elokuencës të jetë shumë herë më e lartë, mos të druhesh, mos të vi turp, mos të kesh siklet, flasësh me këdo, të prezantohesh me këdo, të japësh intervista. Pra shumë energji pozitive për çështje që lidhen me punën, për çështje që lidhen me pjesën e arsimimit, të kualifikimit, në raporte shoqërore për të krijuar shoqëri të re, shumë energji e mbar e favorshme në këtë drejtim. Dhe më pas do të sigurisht gjatë muajit qershor kemi edhe me datë 21 qershor dielli futet në shenjën tënde, në gafore, pra kemi edhe atë solstistin që njihet si solstisti i verës dhe fillimi i verës, i sezonit. Prandaj kjo është koha kur ti ndihesh më mirë, kjo është koha ku ti ke më shumë energji, kjo është koha ku çdo gjë është në favorin tënd, sepse je në energjinë tënde, ndihesh më mirë se kurdoherë. Kjo është koha për të marrë vendime, për të marrë iniciativa, kjo është koha për t'i dhënë gaz, për t'i dhënë adrenalin. Dhe në korik të shikoj përpara, të shikoj në lëvizje, shumë gjëra që vonesa, siklete, probleme që mund t'i kesh ndjerë në periudhën e shkurtit edhe të marsit, deri në korik ti do jesh full force përpara, edhe do t'jetë një fitore për ty, shikoj një sukses, shikoj një fitore, shikoj diçka që realizohet. Kjo mund të ketë bëj nëse e ke si plan të marrësh patentën, të marrësh një makinë të re, të bësh një udhëtim që ti e ke dashur, një udhëtim në një vend që e ke pasur si ëndër, si synim ta realizosh. Çfarëdo qoftë për ty në mënyrë specifike, vetëm shikoj që çdo gjë në jetën tënde do ta kesh mirë, do ta kesh të ekuilibruar, do ta kesh në harmoni ashtu siç ti e dëshiron, do të ecësh përpara me planet e tua dhe do ndjesh një satisfaksion të madh dhe njerëz të tjerë do të shikojnë dhe do të marrin si shembull gafore, do thonë bravo, gafore i ka zgjidhur, i ka vënë gjërat në terezi, në vi, qoftë pjesën personale, pjesën e dashurisë, të romancës, por edhe punën, të ardhurat i ka mirë, çdo gjë shkon në mënyrë perfekte. Dhe muaj gusht do të jetë një muaj që shikoj para, një fokus i madh tek parat, po një fokus i madh edhe tek një bashkëpunim dhe ndihmë që ti do të marrësh nga njerëz të pasur, nga njerëz të suksesshëm, nga njerëz të pushtetshëm, nga njerëz që kanë mundësi të ndihmojnë edhe të sjellin oportunitete, të hapin dyer që janë me shumë fitim për të ardhmen tënde, jo vetëm në sensin financiar, por edhe në sensin e zhvillimit tënd si person, si individ. Dhe nga data 11 gusht, Marsi, planeti që lidhet me shpirtin luftarak, me atë mënyrën se si ti merr vendimet, me forcën, me adrenalinën, me atë dëshirën për të pasur gjithçka, për me ambicjen, futet në shenjën tënde, në gafore, nga 11 gushti. Dhe këtu Marsi do të bëj që ti mos të ndalesh, do thuash duhet ta shfrytëzoj
situatën, rrethanat, faktin që gjërat po ecin mirë, po ecin bar, dhe të marr maksimumin nga të gjitha mundësitë që jeta, që fati, që Zoti, që universi po më sjell. Vetëm ki pak kujdes në gusht, shikoj të gjitha gjërat me kujdes, pse njerëzit dikush të ndihmon, po gjithmonë ka një arsye pse të ndihmon. Askush nuk bën asgjë falas ose pa asnjë lloj interesi. Prandaj mendo nëse çmimi që mund të paguash për atë support, për atë ndihmë, për atë mbështetje që do të marrësh, ja vlen apo jo. Mos u trego naiv ose naive të mendosh që dikush po bën diçka kot pa arsye, apo thjesht sepse të do të mirën, apo thjesht se është njëri dashamirës. Gjithmonë të kesh atë skepticitetin edhe të mendosh, ok, po çfarë interesi ka, çfarë përfiton vetë ky person, do të të ndihmoj për ta menaxhuar situatën më vonë, që të dish edhe mos ta gjesh veten në rrethana ku thua i kam borxh këtij personi, i kam borxh këtij personi, dhe pastaj duhet bësh kompromise për të cilat nuk je dakord, ose kompromise që nuk të pëlqejnë. Ta them këtë sepse Marsi është energji fantastike, është energji që t'jep forcë, nga ana e vitalitetit je më në formë se kur, ke energji, ke impulsivitet, ke pasion, por të bën edhe të rrëmbehesh, të bën ti marrësh vendimet shpejt, nuk i mendon gjërat me qetësi, ndonjëherë mund edhe të gabosh nga nxitimi, nga impulsiviteti. Kështu jepi pak kohë vetes, Gafore, jepi pak kohë vetes. Në muajin shtator shikoj që do të evitosh një situatë konflikti, një situatë debati, një situatë ku do ta shohësh që disa gjëra mund të shpërthejnë, mund të ndodh një konflikt, po ti me zgjuarsi, me inteligjencë do arrish të tërhiqesh, do ta kuptosh që nuk ja vlen përfshirja jote, nuk ja vlen diskutimi nga ana jote. Siç të thash, nga ajo fakti që do t'jesh në ambiente me njerëz që janë të suksesshëm, me njerëz që kanë para, me njerëz që janë në një nivel tjetër, do të kuptosh gjithashtu që në shumë pika këto persona nuk përshtaten me ty, nuk përshtaten me mentalitetin tënd, me jetën tënde, me dëshirat që ti ke për të ardhmen, dhe do të shohësh disa gjëra që nuk do të vijnë mirë, po do të dish ta menaxhosh situatën me zgjuarsi, të shkëputesh me inteligjencë, pa pasur probleme, pa pasur konflikte. Mund të jetë edhe një situatë që ndodh në familje, ku njerëzit duan të ngacmojnë, duan të thumbojnë, duan ta ulin prestigjin tënd, apo ta ulin atë arritje, realizim që ti ke, sepse është ndryshimi, ndonjëherë është i vështirë për të tjerët për të pranuar, kur ti del jashtë nga tufa, ose nga pritshmëritë që ato kanë për ty, dhe ke një jetë më të mirë, e ke rezultate më të mira, nuk e pranojnë dot këtë gjë, dhe do të përpiqen të ngacmojnë, të sulmojnë, por do të jetë një mënyrë që do të t'jap forcë, do të t'jap më shumë siguri tek vetja. Ta them këtë sepse shikoj në muajin tetor, ku do arrish gjatë këtij vitit, do kesh një këndvështrim komplet ndryshe, edhe të shikoj shumë më selektiv ose selektive me njerëzit që i mban afër vetes, me njerëzit me të cilët punon, deri në muajin tetor, ti vet nga ana intelektuale, nga ana e sjelljes tënde, do jesh shumë më mpre, do i shohësh gjërat shumë herë më me logjik, me arsye, me llogari, jo aq me zemër, aq me emocion, aq me ndjeshmëri, si do ta fillosh muajin janar deri në muajin tetor. Situata do t'jetë ndryshe nga ana e energjisë, nga ana e komunikimit me të tjerët, por je në një pozicion ku ti je mirë, je sigurt për punën tënde, je sigurt për familjen tënde,
nuk përfshihesh në diskutime, se mundet edhe të ndodh një situatë ku dikush do të provokoj, mund të thotë diçka, dhe do t'jap një shembull, mund t'jetë një gjë ndryshe se ky është një lexim i përgjithshëm, po mund të ndodhë një situatë ku dikush të provokon, thotë shiko se kam parë burrin tënd me dikë apo diku, apo kam parë të dashurin tënd apo të dashurën tënde, dhe nuk do të besosh këtyre fjalëve. Pra do bëhen disa gjëra qëllimisht për të provokuar, për të ngacmuar, dhe ti do arrish me inteligjencë që ti kalosh, mos bish pre e kurtheve, e këtyre problemeve, këtyre gjërave të krijuara për të trazuar në familje, për të trazuar suksesin tënd, qetësinë tënde. Shikoj në muaj nëntor që fokusi do t'jetë tek fëmijët, nëse ti ke fëmijë, fokusi është tek fëmijët, dhe shikoj një energji shumë të bukur, një energji pozitive. Më tregon nëntori që do të marrësh një sukses që lidhet me fëmijën, ti do marrësh një kënaqësi të madhe, do ndihesh nga ana shpirtërore, do ndihesh shumë mirë, do ndihesh që si prind ti po bën gjën e duhur, po bën maksimumin. Mund t'jesh edhe në një fazë që ke nipër edhe mbesa dhe shikoj një lidhje shumë të madhe, sidomos me energji femërore, me mbesën, një energji shumë të bukur, ku ke një lidhje shumë të shëndetshme, një lidhje shumë të mirë, mund t'i dedikosh më tepër kohë, më tepër vëmendje gjatë muajit nëntor, po mundet edhe nëse ti vetë nuk ke fëmijë, po ke nipër dhe mbesa afër që janë sigurisht fëmijët e motrës ose të vllajt, që mund të kesh këtë lidhjen shumë të fortë, edhe ndoshta për një kohë ti kujdesesh për të ose për ta, dhe e shikon atë bekimin e të pasurit fëmija, shikon bekimin e dhe lumturinë që të sjell afeksionin, që të sjell të pasurit të një personi, të një fëmije, me atë çiltërsinë, me atë sinqeritetin afër. Po do t'jetë një muaj shumë më i qetë nëntori, më emocional, një muaj me dashuri, një muaj me mirëkuptim. Dhe dhjetori gjithashtu, 2 muajt e fundit të vitit do t'jenë muaj mjaft të mirë, muaj ku ti e kthen fokusin dhe vëmendjen tënde vetëm tek familja dhe tek njerëzit që ti vërtet i do. Nëse ke dikë afër vetes që ka energji ujë, po një lloj si ty, pra që ka shenjën ascendente ose shenjën e diellit, në Gafore, në Akrep ose në Peshk, lidhja mes jush është shumë e fuqishme, kuptoni njëri tjetrin pa folur fare, thjesht me intuit, thjesht me ndjesi. Po ky vit do të bëj më të pjekur nga ana emocionale, më të balancuar, do të jetë një vit ku emocionet i do mësosh t'i kanalizosh në mënyrë pozitive, jo të japësh më shumë se ç'duhet, jo të ngarkohesh më shumë se ç'duhet, jo të mbash problemet e të tjerëve mbi shpatullat e tua më shumë se ç'duhet, dhe të kalosh në atë rolin e superheroit apo të superheroinës, duke shpëtuar të tjerët dhe duke lënë veten mbazdore. Do gjesh atë balancën e artë gjatë 2026-s, dhe jo më kot për këtë vit. Kristali ose guri që unë rekomandoj për ty është guri i hënës. Guri i hënës, që është guri që lidhet në mënyrë të drejtë me energjinë tënde të Gafores, dhe thot jeto në harmoni me ciklet e natyrës. Çdo fund është një fillim i ri, dhe kjo është shumë e vërtetë për ty si Gafore. Guri i hënës është një gur që është mirë ta mbash gjatë gjithë kohës në trup, si unaz, në dorë, si byzylyk, si varse, si vath, që t'jetë në kontakt me trupin tënd, sepse të ndihmon në situata ku ti ke mërzi, në situata ku nuk ndihesh mirë, të jep qetësi, të ndihmon shumë me intuitën. Pra nëse ti intuitën e ke të zhvilluar, po nëse në momente caktuara ti ke pyetje, thua ta bëj këtë gjë, mos ta bëj, duke mbajtur gurin e hënës, intuita jote është e menjëhershme. Plus të ndihmon guri i hënës edhe ti largon njerëzit e këqinj vetë.
do të shikosh që nëse e mban sigur me vete dhe dikush ndodh një diskutim, ndodh një debat, ti heq këto njerëz vet, do e largon si energji të mbron, është të vendos një lloj bariere rreth teje që këto persona që nuk të duan të mirën të shkëputen, të distancohen. Prandaj, nëse interesohesh për bizhuteri, për stoli me gurin e hënës, futu tek website-i im. Aty do të gjesh kristale, gur nga më të ndryshmet, jo vetëm gurin e hënës, por edhe stoli me gur të tjerë, mund të gjesh gjithçka, unaza, byzylyk, varse, vath, po ashtu nëse do të mësosh të lexosh vet tarot dhe do të mësosh se si të lexosh letrat e orakullit, pikërisht letrat që unë po përdor në këtë video, janë tarot e para shqiptare, janë edhe letrat nga orakulli i kristaleve, të dyja pakot e letrave vinë me librat që shpjegojnë se si ti lexosh vet letrat e orakullit dhe tarot, mund t'i porosisësh nga website-i im. Tarot dhe letrat e orakullit i gjen edhe në amazon.com dhe në etsy.com. Nëse interesohesh edhe për një lexim privat, do të dish se si do të shkoj për ty 2026, do të dish me data specifike, cilat periudha duhet fokusohesh te dashuria, tek puna, do të dish gjithçka në detaje. Mund të rezervosh një lexim privat sërish nga website-i im vetëm në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjen këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi, futu aty sepse aty i ke të gjitha letrat, stolit, bizhuterit, opsionet për lexime private, gjithçka mund ta gjesh, çdo informacion mund ta gjesh direkt nga website-i im. Të falenderoj shumë që më ndoqe dhe bashkë të dëgjohemi në videot e ardhshme. Gjithë të mirat, mirupafshim.